Përshëndetje gjithëve, ne jemi Trade Castlevania, si çdo javë, ne do të flasim sot për tregjet financiare, do të diskutojmë për kripto, forex edhe stocks, do të analizojmë dhe pak mallrat. Si çdo javë me ne është Irdi dhe Henry, ka qenë një javë e mirë për tregun, sidomos për stocks edhe kriptot, kam pasur atë rritjen që ne kemi folur në javën në vazhdim, në stocks kemi pas një rritje tek main reversion dhe një çmim mesatar. Do të mbulojmë në segmentin e parë, do të mbulojmë lajmet financiare, në lajm ekonomik që mund të kenë ndikuar në këtë rritje, apo thjesht ka qenë një çmim që thjesht duhet rritesh e tregu pasi ishte ulur shumë. Përshëndetje çuna, si kaloni ju? Përshëndetje. Po një javë mirë për tregun. Dukeni të gëzuar sot, ndoshta nga që keni fituar këtë javë. Po ja, ishte shumë javë mirë për mua paktet. Po jemi plus. Si në kripto dhe në stocks, unë kam rindërtuar një portfolio shumë të shpejt. Ti Kleo e pe merr ditës, ja 8 pozicione, 10 pozicione merr ditës. Pa. Ky bëri kështu në te grupi në Discord. Po çonte një po blej këtë, po blej atë dhe unë isha sugjeruar 2-3 stocks çat blinte, vetëm kur u nisën 8-10 rresh. Hyra këtu, stop loss. Nuk jam vlen më. E ndërtoj. Po, shpesh, e kisha gati sepse i kisha studiuar me kohë që këto lloj sektore ose këto ide dhe ishin perfekte. Prandaj hyra në kripto kemi ecur mirë. Ti Kleo ke trajtuar më shumë te kripto. Që ka ecur mirë. Irdi, besoj edhe ti. Për stocks, SOXL kisha, RKLB dhe Ionic që perfektova për bëdarë. Dhe unë bleva Ionic. Por mirë që të flasim tani për segmentin e parë që është segmenti i lajmeve ekonomike dhe financiare. Irdi ti je një nga më të mirët me leximet e lajmeve dhe vendesh. Kështu që na bën ai jam mirë për leximet, thjesht nuk ishte lajme ekonomike këtë javë. Po kishim earnings që ka qenë pozitive për njësisht. Vishte Tesla doli shumë keq. Njerëzit e prisnin akoma më keq. Doli 73% ulje nga viti në vit. Po njerëzit sa duket e prisnin më keq si stock. Ndoshta lexova një analizë, do të thotë që Tesla është në një fazë konsolidimi dhe rindërtimi të modelit të saj të biznesit, duke u larguar nga makinat, edhe duke futur tek AI, tek robotika, dhe prandaj ndoshta njerëzit e presin akoma me optimizëm. Kishim edhe lajme që Elon Musk do largohet nga Dodge dhe nga qeveria amerikane dhe do fokusohet më shumë tek kompanitë e veta. Edhe kjo ishte një tjetër lajm shumë pozitiv për kompaninë ndoshta. E pritëm pozitivisht. Pastaj kishim earnings të tjera kryesore të teknologjisë, ishte Google, që kishte një balance sheet perfekt, pothuajse. 34 bilion të ardhura të pasura, domethënë, duke hequr shpenzimet dhe ato, kishte rritje përqind diku te 60%, krahasuar me atë që pritej. Dhe është një kompani domethënë që të rritje, i mbylli edhe ato çështje gjyqësore që kishte, më duket në Amerikë, kështu që besoj se tash jemi në një fazë shumë të mirë për Google-in. Për monopolin duket që ishte për monopolin e reklamave dhe çka tillë. E mbylli ato çështje gjyqësore, sepse njerëzit nuk kanë rëndësi nëse është në favor apo në kundër Google. E rëndësishme është të mbyllet procesi gjyqësor që institucionet të kenë më shumë garanci për të investuar te Google. Që edhe kjo është shumë pozitive dhe kishim rritjen në të gjithë quantum, në të gjithë AI, domethënë kishim goxha rritje të mërkuara në të jetën. Okay, pas një ringjallje të sektorit teknologjik në Amerikë. Kishim Nvidia me AMD që gjithashtu kanë ecur zakonisht shumë mirë, do diku te 10-15% të javë të dyja. Nga lower lows që kishin. Pakashtu po shkëmbëtatos çmime stabile, ishin, pavarësisht se jemi ngritur këtë javë, jemi akoma poshtë 200 day moving average. Që do të pasur kujdes, po ishte një stimulim i mirë për ata që blen bottom, edhe për të pasur një përfitim të vogël tash edhe të bëjnë ato stop losset e veta për vetimin. Unë për vetë jam të gjitha stop loss, sepse pres sa kohë një ulje më të thellë. Por që të shohim. Po, një për shumë to, kishte pastaj lajmet e tarifave që Trumpi po negocion me çdo shtet
por nga një anë dalin raporte që i konfirmojnë, nga një anë dalin raporte se çdo likidës se thonë ne nuk kemi hapur asnjë bisedim me Trumpin. Kështu që është një situatë e komplikuar akoma, por që më duket se kur të dyja vendet kërkojnë një zgjidhje tash sepse kërkia mbi të gjitha. Të gjithë do të para. Të botë, kështu që besoj se do zgjidhet ta bashkë. Me këto lajme të tarifa ka dhe ca lajme që dalin falso. Trumpi ka thënë dhe kështu dhe du të keni shumë kujdes me lajme që lexoni dhe ku i lexoni ato lajme dhe nga vinë. Sepse dalin lajme që Trumpi do flasim me Kinën, Kina thotë që nuk kemi hapur diskutimin. Eksakt. Kështu që keni kujdes që po që merrni vendime në treg, mos i merrni vendimet të nxituar me ndonjë lajm që keni lexuar, por të shikoni edhe faktorët e tjerë dhe situatat e tjera. Flasim pak për Teslën, atë që një gjë që theti interesante i rishë që tani po shikohet ajo që Tesla po lëviz nga një kompani që bën automjete elektrike te sektorët e tjera, te robotika. Robotaxi ishte një nga gjërat që doli të premten, një lajm pozitiv për robotaxin. Jo, do thosha që te earnings kishte edhe një fakt interesant që sektori i energjisë të Teslas ishte i vetmi që kishte rritje për momentin. Kështu që edhe kjo është një gjë pozitive. Panele solare, makina, solar panel edhe rooftop që kanë ata që i bëjnë kështu çati me panele diellore që kanë teknologjinë e tyre. Kështu që ky sektor kishte postuar goxha rritje, gasi me makina që kanë konkurrencë. Një gjë që unë e kam vënë re që në tetor, sepse unë e bleva Teslën atëre, të ajo vala tetorit në torit, ishte që jo vetëm që po bënte këtë gjë, po bazoheshe shumë si biznes te ideja që do krijonte robot taxi. Do bënte robot taxi dhe do hynte tani pak a shumë te tregu i Uberit ose tregu i ajo pjesë që të blejnë makinat dhe t'i fusin investitorët, le të themi, si t'i marrin me qira, me mujore, dhe t'i fusin t'i bën taksi me robot taksi. Sa në sektor. Lexova edhe te akaunti zyrtari i Teslës që kishte një subscription model për full self-driving, diku te $300 në muaj. Edhe kjo domethënë kanë quar si subscription model që edhe kjo ndoshta ka ndikuar në rritjen e çmimit. Po, eksakt. Po bën këto ndryshime, nuk është përqendruar se një kompani që merret me automjete, merret me redesign, një temi riformatimin e lukut, e pamjes estetike të modeleve që ajo ka. Tesla nuk e ka bërë të gjë për vite. Tani unë shikoj për njërin Tesla në 2024-25 që ka qenë në 2018 ose 2016. Thjesht ka shtuar ca modele që ka bërë pak më të mëdha, Forstrada, gjërat e tjera, por nuk është që ka avancuar nga ana e pamjes. Kur mendon që Mercedesi, BMW-ja çdo vit nxjerr një model të ri ose një modifikim të modelet. Kjo e bën, le të themi, një produkt që edhe konsumatori nuk mërzitet me atë produkt dhe fillon që ta blej. Ato po përqendrohen më shumë te si të bëjmë prodhim më të lirë të njëjtë modele që kemi tani dhe pastaj t'i fusim t'i bëjmë robot taxi me atë subscription model që po thotë ti, edhe jo shumë të konsumatori, sepse besoj e kuptojnë dhe këtë pjesë që arsye pse Tesla ka bërë një rritje të jashtëzakonshme është sepse shteti ka sponsorizuar një pjesë të blerjes. I ka dhënë mrapsh ato para si tip kompensimi personave që kanë marrë iniciativë që të blejnë makina elektrike. Dhe ajo tani është hequr dhe po fillon që të krijojë probleme, pastaj edhe problemet e Deutsche që ti përmende. Por ajo nuk mendoj që është kryesorja. Investitorët gjithmonë do shikojnë të ardhurat e biznesit dhe potenciali i rritjes. Unë nuk më intereson shumë se çfarë bën me Deutsche Elon Musk, më intereson më shumë ku ka sektoret që do shikoj Tesla që do rriten të ardhurat e biznesit, që kur e vlerësojnë biznesin, a me vërtet ka vlerën $600 ose $1.000 që mund të shkoj, ose ka vlerën $200.
Këto janë analizat që ne do të bëjmë nga ana financiare për flasim për Teslën. Për Google, kishte ndonjë lajm për Google për quantum computing apo nuk kishte ndonjë lidhje? Po shumë për to që bëjë gjë për balance sheetin që kishin shumë të mirë, kishin rritje në të gjithë sektorët edhe në Drive, domethënë edhe në YouTube. Po. Që ose rëm që Google ka çdo biznes të mbushur. Ka email-et, ka Drive-in, ka AI, ka edhe për AI po shumë pozitivisht që kishin filluar edhe këta të promonë të agjentet e tyre të personalizuar për çdo lloj sektori. Ka shumë këto do të thënë që po për fatë besoj të kemi nga mezi viti ndoshta do të partnership, sepse zakonisht nga Rico Gusti për këto konferencë të mëdha për teknologji, kështu që. Po. Te sektori i makinave elektrike, ato mjeteve elektrike, BYD kanë nxjerr profite të mira në 3 muajin e fundit dhe shitje të mira që janë në rritje. Është tani ndoshta kompetitori numër 1 dhe kompania që po ja merr klientelën Teslës, dhe prandaj ndoshta Tesla po e shikon që nuk mund të konkurrojë dot dhe në çmim, por dhe në teknologji, po mundohet që të bëjë këtë, le të themi, modifikimin e biznesit, të bëjë një pivot, të shkojë në një sektor tjetër. Për Google edhe për Quantum, të thoj që Quantum do kohën e vet si industri, dhe unë tani po e traktoj më shumë me volume dhe me eufori blerje nga ana teknike, këto ide si IonQ apo CBTC-ja dhe Rigetti computing. Ioniq mori një kontratë, domethënë $22 milion me shtetin duket, me Bashkimin Evropian, me Amerikën, nuk e mbaj me të fiks, por që mori një kontratë goxha të madhe, domethënë për quantum development. Po. Që kompani që më sa duket është bazuar pak a shumë si palantir që me kontrata, pastaj shpërthen në një moment të caktuar, pastaj bie prapë, konsolidohet dhe pastaj shpërthen prapë. Eksakt. Është një nga më të mirat për mendimin tim. Më sa më menun IonQ është një platformë cloud për quantum computing. Le të themi modeli i biznesit. Dhe kjo do jetë shumë rëndësishme në të ardhmen, sepse ne që nuk kemi akses ose mundësi që të blejmë financiarisht një quantum computer, mund të përdorim serviset cloud. Microsoft me Office package që ka kaluar komplet online për këto kohë të nuk e prodhon më, ose prodhon për kost $100 duke të kreativ. Po besoj, do thoj gjë të dëgjuesve që ne kur trajtojmë ndonjëherë trajtojmë edhe me tema. Njëra temat më të rëndësishme në avancimin e njerëzimit tani është quantum computing dhe AI. Irdi ka hyrë edhe në SOXL, që është ETF-i. Besoj që ke hyrë, Irdi pa. Jam gatruar me 16% plus për ditë. Ka jetur shumë mirë. Po, shumë mirë. Që është sektori i AI ose mikrochipave që do bëhen për data center, për AI, kap gjithë kompanitë aty, ETF, dhe këto lloj lëvizje bëjmë ne, sektorët kryesor në momentet e duhura. Pozitive për sektorët është por si se këtimet mund të jenë më të vogla, ke goxha projete domethënë, që se rritet Nvidia 20% dhe AMD 10%, dhe Excel të je mbrojtur dhe rritet 15% domethënë nga darja atyre, por nuk humb 10% e Nvidia dhe 20% dhe fiton 20% e tjetra. Për 10% profit, të kohë që mund marrësh 15% të ETF-i. Po, eksakt. Po, një gjë tjetër që unë e di për SOXL është me 3x. Apo me 3x, që lëvizja e sektorit më lëvizi 2%, e ke me 3x automatikisht të ETF-it. Këto janë ca gjëra që ne i ndajmë edhe te Telegrami falas, prandaj ju ftoj që të bëni pjesë. Edhe një gjë tjetër që do shtoj këtu është kur bën tregtim në këtë mënyrë që kap temat më kryesore, ka dhe eufori blerje në këto sektor dhe kjo e bën atë me themi përfitime më të larta. Problemi që kemi
që shikoj unë edhe te Telegrami është që përqendrohen shumë te kripto, se mendoj që është i vetmi sektor që mund të bëjnë para në këto ritme, le të themi, pak më të larta. Për dëgjuesit keni dhe mundësi të tjera, keni sektorin e AI-s, keni sektorin e quantum computing, keni sektor të ndryshëm që do ecin në le të themi ciklet e veta. Një shembull ishte Tesla këtë javë. Kripto rrit me 2-3%, Tesla rrit me 16% nga çmimi i ulët. Eksakt. Unë bleva Teslën këtë javë. Edhe Tesla ka fituar. Do të bie një herë, po thash, shumë ulët. Bëra një short trade, po që dola direkt. Kur dola earnings, i pash shumë keq, po pastaj e pash që kishte fuqi shitse. E shita direkt atë short position. Po. Bëra direkt. Do një lajm tjetër të rëndësishëm, po mendoj të flisim pak për Floririn, me që Floriri ka filluar tani atë rënje që ne kemi pritur. Doni të kemi ndërtuar që të jenë kaluar të 3400, ajo vajte 3500 në lajmin që Kina po blen po akumulon shumë Flori. Po pastaj u bë kjo pjesa e tarifave që po rriti marrëveshje dhe kështu e kishte një shitje të njëhershme të 3500. Duket që është kufi që njerëzit marrin profit edhe e lej pastaj të stabilizohet. Do fundet ajo zot, unë futa të 3450 diçka tjetër. Edhe mbyllet të 3300, pëlqet ajo zot. Për të mbyllur, nuk është se bajta shumë hap. Tash pres për një konsolidim dhe kur tulet stocks do rritet gold, si zakonisht. Po. Kleo, tim çove mu një lajm te JP Morgan për Floririn, do ta ndash këtu me dëgjuesit? Po, kemi pas një lajm që JP Morgan ka thënë që Floriri do jetë në rritje, mund shkoj deri te 4000 brenda vitit 2026, domethënë fund 2025-s. Por ajo që dua ndaj unë është që kur kemi kështu lajmesh, biles unë lexova tek është një faqe në Instagram, Economics, që ka diku te 17 milion followers, edhe komentova që kur JP Morgan japin kështu lajmesh duhet hyni short dhe jo long. Edhe më ktheu komenta që you have right, që drejt. Domethënë ja çova dhe Henrit dhe ndoshta kjo mund të jetë një shenjë recesioni. Këto mënyra si mendojmë ne është mund të quhet pak ndoshta që jo besueshme, por do të them që kur dalin kështu lajmesh janë gjëra që duhet i mendosh 2 herë, nuk mund të jetë aq e thjesht. Domethënë që gjithë njerëzit ta blejnë Floririn edhe bëhen gjithë pasur. Diçka ka që nuk shkon në këto raste. Por mund të jetë edhe mund të shkojë edhe me të vërtetë. Nuk i di. Ose shkon aty, po unë i kthej përgjigje Kleo se i thash, ndoshta mënyra se si do lëvizi çmimi është që po gjithë stokse vazhdojnë këtë rritje, Floriri do ulet pak. Se do të çakolloj kapitalit të stokes të asete pak më të rrezikshme. Dhe pastaj do hyjë recesioni, do kapi atë barierën e 5700 të S&P 500 ose diku tjetër, do hyjë një lajm që mund të sjellë një recesion ose një situatë ekonomike ose gjëra të tjera problematike nga ana ekonomike dhe besoj në fund të majit mund ta kemi një lajm të tillë, duke qenë se do kemi tarifat do kenë impakt në shitjet e majit, sepse lexova që eksportet e Kinës në mars ishin rritur jashtëzakonisht shumë për prirje të tarifave. Tash me datat e prillit që do të dalin në maj, nëse do kemi ato lajmet e këqija, që presim do kemi një ulje të tregut për të godasim të 5700 direkt. Do ndjehet impakti i tarifave që kanë nejtur tani gati 3 javë, sa e ka rënë tani 3 javë, do ndjehet impakti mbas një muaji, 2 muajsh, 3 muajsh. Dhe atëherë ndoshta shkon goldi deri te 4000 dhe aksionet konspirative tash. JP Morgan nxorri këtë lajm, likuidoi të gjithë asetet e veta në cash, kur nxorri këtë lajm, sepse të gjithë blente 3400-3500 në prirje të 4 vitëshe, siç e parashikoi JP Morgan. Tash ata projekte që mund të negocojnë çmim më të lirë të 2900-3000, edhe të shkojnë te 4000 prapë, kështu që dalin të fituar 2 herë. Eksakt. Atë vetëm të trajtojmë në një mënyrë si po e mendojnë ato që mund të ulet çmimi dhe të bëjmë këtë gjë që po diskutojmë këtu, dhe ne do dalim të fituar. Dhe kjo është ideja e themi mënyrave se si ne
mundohemi që të parashikojmë lëvizjet që mund të bëjnë këto institucione dhe të jemi gati për pozicionimet. Tani se sa i kapim, nuk jemi perfekt, mund i kapim në themi 60-70% të rasteve. Dhe Golden e kemi kapur pozitës me 100%. E kapur të 3.500. Okej. Rregull. Ndonjë lajm tjetër, ndonjë event tjetër që doni të diskutoni? Kishim atë futbolin që bëri Ministria e Shëndetësisë, RFK, domethënë Junior, të këtyre koloruzëve të ushqimit, po nuk është se kam parë shumë si industri, është se kam pasur ndonjë ulje në këto industri kimike. Okej, unë se kam pa fare këtë pjesë. Ti të ke traktuar Oxy, Majsa Diona, nafta? Oxy ka jetur shumë mirë, arritja të 40 që folëm javën e kaluar, që preset të shkojë $40. Me asa kam paun të US Oil është që probabiliteti ka tani që mund të kthehet ajo zonë që thotë nafta US Oil në përgjithësi dhe pastaj mund të ngrihet dhe çmimi i oksit. Lexoj një statistikë domethënë që ka edhe një rritje shumë të lëvizjes së automjeteve gjatë periudhës së verës së kamioneve të industrisë domethënë të tregtimit. Që edhe kjo sjell përdorimin më të madh të naftës si për avionët, turistët, domethënë që fillon muajt e verës se këto edhe ndoshta prandaj vjen edhe kjo rritje e naftës. Kështu që zakonisht gjatë periudhave të verës ka dhe harxhime të shumë nga nxehtësia, po ka edhe më shumë lëvizje, më shumë transport të ushqimeve të marrëve të njerëzve. Kështu që po që ta kuptojnë kjo rritje. Eksakt, që ta kuptojnë dëgjuesit ndoshta që janë fillestar. Kjo është një tregtim ciklus. I bën që cikli i biznesit i ri po mundohet të tregtojë atë cikël, themi veror që ka ky si biznes, të përfitojnë nga ajo lëvizje. Është një gjë që edhe mund të tregtoni temat, pastaj ciklet, ka mënyra të tjera që mund të tregtoni. Po kjo problemi tim është një tregtim që unë bëj për sigurinë time, domethënë, që sepse në datë 2 maj marrë dividendin, edhe reinvestoj, kështu që është një tregtim pa humbje, po thjesht është një tregtim afatgjatë që të vazhdoj cikli do rritet do ulet, po është një aset i sigurt që pa një pjesë të vogël të kapitalit, 3%, që rritet eventualisht, po thjesht do rritet. Dividendi është si një plus që ti merr dhe të jep diçka gjatë kohës që ti ke pozicionuar veten në momentin e duhur. Kleo, ti do të shtojë ndonjë lajm këtu tjetër? Për një lajm tjetër, është për kripto. Tani që po lexoj unë është ky domethënë funerali i papës, i cili ndrojet dhe gjithë liderat botror janë mbledhur atje, ashtu dhe Trump është i pranishëm normalisht, Zelenski është aty dhe ndoshta një takim që është zhvilluar midis Trump dhe Zelenskit ka qenë produktiv, ashtu është shkruar, dhe ndoshta mund të kemi një arritje të një marrëveshje, ndoshta paqe në luftën Rusi-Ukrainë për një periudhë caktuar dhe kjo mund të jetë një lajm pozitiv që tregjet mund ta presin pozitivisht dhe mund të kemi edhe ndoshta një rritje në sepitat vandrit akoma më të madhe, por është ajo barriera e çmimit që do ta analizojmë më vonë. Edhe këto janë lajme ekonomike që do ndikojnë normalisht. Trump e ka marrë kontrollin, gjithin e ka marrë ai pushtetin e tregjeve në dorë dhe gjithë investitorët priren nga këto lajme, domethënë janë fokusuar. Po ashtu dhe tarifat në krahun tjetër, po ashtu dhe takimet që bën Trump me liderat botror, luftrat normalisht, edhe shikojmë këto janë. Në kripto ka qenë një lajm që sharak do ta quaja unë, që Trump do të mbajë një takim me një dark me 200 holdersat e tij në monedhën e tij Trump Coin. Kemi pas një pump lezetshëm 20%. Sot. Po, edhe këta janë thjesht manipulime, unë nuk i besoj fare, domethënë janë manipulime për të ngritur pak monedhën e tij, po nuk meme coins janë meme coins, thjesht nga emri. Po. Ke drejt. Këtë për atë takimin me Zelenski, me aq sa di unë ka bërë një marrëveshje Amerika që do marrë le të themi në dorë ca nga asetet, burimet natyrore, po mineralet të tjera që ka Ukraina. Kështu që ne mund të shikojmë ndonjë ide të kompani amerikane që mund të marrin në dorë ato
minerale dhe do përfitojnë nga zhvillimi ose ndoshta dhe rindërtimi i Ukrainës, të jetë një industri që Ajo është kryesore për mua. Për të filloj projekte i ri rindërtimit dhe jetë të shoh të kompanijat CAD, që janë këto kompani të mëdha të ndërtimit. Ato do të kenë po këto kompanitë të inxhinierisë mund të ecin shumë amerikane, se ato do të marrin kontratat me shumë probabilitet që ato i marrin kontratat. Dhe kjo do jetë një mundësi që ne do kemi ka le të themi marrëveshje që mund të bëhet midis Ukrainës dhe Rusisë dhe Amerikës bashkë. Okej, për kripto nuk kemi pasur ndonjë gjë le të themi që mund të flasim këtu, ajo lajmi i Trumpit. Trumpi ka filluar tani çdo fundjavë që të dalit flasi ose ndonjë fundjavë fillon të flet për kripton dhe jep ndonjë pump, por janë pumpe që shuhen shumë shpejt dhe do të keni kujdes. Dollari do të kishte një rritje, ka pasur pak fare më duket rritje këtë javë, me idenë që ishte bërë shumë i shitur dollari dhe do të kishte një rritje, por nuk është që ka pasur ndonjë rritje që mund ta tregtoje seriozisht. Duke se kur rritja më shumë për lojë të stocks të javë se sa të do. Duke që se është të rrezikshme, por ka dhe fitime më të mëdha. Po. Stocks. Okej, po mendoj ta mbyllim me kaq segmentin e lajmeve dhe eventet kryesore.